Në kuadër të projekt buxheti 2026 është zhvilluar në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të Vlorës një dëgjesë publike me grupet e interesit mbi transportin publik. Dëgjesën e ka drejtuar kryebashkiakja e Vlorës Bruna Mersini, ndërsa të pranishëm përfaqësues të grupeve të interesit të transportit publik, si dhe kreu i qarkullimit rrugor të qarkut të Vlorës, Bledar Metaj. Kryebashkiakja Mersini ka prezantuar materialin e përgatitur nga ekspertë të sektorit të qarkullimit rrugor dhe zyra urbanistikës dhe infrastrukturës në bashki. Neve synojmë përmirësojmë lëvizjet në rrugë për automjet dhe këmbësorë në qytetin e Vlorës, edhe duam vendosim një vendodhje si pikë për nisjen dhe mbritjen e autobusave, domethënë transportin interurban dhe ndërkombëtar. Edhe ndërkohë unë po lexoj dhe materialin e përgatitur nga drejtoria e policisë dhe ekspertë e qarkullimit rrugor që kanë inspektuar në rrugën e Spitalit, kur kanë propozuar kufizim edhe korsi emergjence, nuk kanë lejuar parkim në dy anët dhe kanë rekomanduar një semafor inteligjent po aty, kanë vendosur të kryqëzimin e kapeljave, kanë vendosur që duhet kemi një sinjalistik të detyrimit vetëm djathtas, ka vendosur trekëndçi në hyrje të qytetit, vendosin autobusave rreth qytetit dhe fshatrave, kanë vendosur kryqëzimin te drejtoria e policisë sinjalistik përparësie, autobuset të transportit ndërkombëtar dhe transportit interurban mendohet të kalojnë te nyja rrugalisë transballkanike me autostradën Vlorë-Fier, pra ndërmjet pikës së Kastratit dhe dy rotondave. Pastaj te kryqëzimi i shkollës Gjueri, te ish agjencia e vjetër, kanë vendosur semafor inteligjent të mbyllet një dalje vetëm një palë vija të bardha. Kanë rekomanduar para stacionit të trenit të mbyllet rruga e Këmbësorëve, te rreth i Çoles të mbyllet një rrugë kalimi Këmbësorësh, të gjitha rrugët e Këmbësorëve të bëhen me semafor inteligjent, te rruga e Çipave të mbyllen dy vendet e kalimit të Këmbësorëve, tek Gega Oil transballkanike të hiqet dhe në kalimi Këmbësorëve, rruga Kosova të hiqen parkimet në dy krahët, rreth i Skelt vendosen semaforët inteligjent, kryqëzimi Aleksandris me sinjalistik përparësie, bulevardin Ismail Qemali me kufizime nga ora 6 deri në orën 20, edhe shkolla Ismail Qemali parkim vetëm në një anë me dy sensë lëvizje, trekëndçit e sigurimit shoqërore në Unaz të rregullohen, rrugat e prefektura Suleman Delvina parkim vetëm në një krah me dy sensë lëvizje, te poliklinika sinjalistik përparësie për ata që vinë nga prefektura. Rrugat e Sazani një sens lëvizje, në çdo degësim të hyrja në zona urbane të vendosur sinjalistik për mos lejimin e autobusave, rruga Lef Sallata në një krah parkime me dy sensë lëvizje, kryqëzimit e shkolla e naftës kanë rekomanduar semafor inteligjent, te rruga Misto Mame te shkolla 24 Maj parkim në një krah dhe dy sensë lëvizje, rruga Fejzo Mema nga Gama, kryqëzimi me Selin me një sens lëvizje dhe një krah parkimi, kryqëzimi rruga e Nartë me rrugën për Zvënec vendoset një semafor inteligjent. Kjo është përmbledhja që ata kanë inspektuar, kuptohet që ky është një proces që ne do të vendosim përparësi, sepse jo të gjitha besoj që do të arrihen në një harë kohor të shkurtër, por ne duhet të vendosim atë që quhet Smart City, pra duhet të bëjmë një plan dhe një studim fizibiliteti të gjithë qytetit, që kjo të marrë kohën e dur, në mënyrë që të kemi të gjithë rrugët të përcaktuar kush do të jetë me dy kalimshe edhe me hapjen e rrugëve të reja. Ajo që ka dalë shumë problem është që është dëmtuar ndjeshëm infrastruktura në qytet, edhe afati që gjithë operatorët që po punojnë në rrugët e Vlorës kanë lënë afatin e fundit të majit të 2026, pra në maj 2026 rrugët do të kthehen nga ana e tyre në gjendje e mëparshme, por pavarësisht kthimit nga gjendja e mëparshme të rrugëve që ata kanë vetëm atë segment dëmtuar, bashkia do të ndërhyjë për riasfaltim të gjithë lyheve kryesore të qytetit, dhe Unazës edhe gjithçka tjetër që lëviz, dhe pastaj do të futemi në blloqet e banimit. Pra do të bëjmë një përmbledhje në propozimin e tyre. Na ka dalë imediate që rruga e transballkanikës që ka nivelin më të lartë të aksidenteve, ata kanë propozuar që ato rrugët ku janë të hapura me vija të bardha, jo të gjitha hapjet që ne kemi lënë do të jenë aktive, dhe kanë rekomanduar të vendosen semaforët inteligjent për Këmbësorët. Pra këta semaforët inteligjent për Këmbësorët janë semaforët të cilët Këmbësori kur është në momentin që Këmbësori e shtyp dhe është prezent, do të kuptohet që ka 2 minuta kohë që mund të kalojnë te Këmbësorët e tjerë. Sikudo që është rregulluar në gjithë vendet e tjera, edhe këta kanë rekomanduar që ajo rrugë të rregullohet me semafor, sepse pavarësisht masave që janë marrë aty, numri i aksidenteve është prapë i lartë.
Vendosje semaforësh për gjatë aksit transballkanik, largimi të gjitha vendqëndrimeve për transportin ndërqytetas të fshatrave dhe linjave të Italisë dhe Greqisë. Vendqëndrimet brenda qytetit do të zhvendosen drejt rrugës hyrëse të Vlorës, pranë institucionit të paraburgimit. Rruga Lidemi, ajo që të çon drejt spitalit, do të ketë korsi të dedikuar për urgjencat, por duke ndryshuar nga ajo aktuale, korsia zhvendoset në mes. Riorganizim me senset lëvizse dhe brenda qytetit, rruga pranë shkollës së muzikës, apo ajo pranë institucionit të sigurimeve shoqërore, do të jenë me një sens lëvizës dhe nuk do të lejohen parkimet. Përfaqësues të transportit publik në Vlorë përcollën ndërkohë të gjitha shqetësimet e tyre. Kështu ka funksionuar, është përcaktuar në disa vendqëndrime. Ne kemi provuar të diskutoni juve dhe kemi dalë të dështuar, jemi piramid, se na ka mbyt pirateria. Nëse nuk merren masa për piraterinë, ne jemi të falimentuar donacioni juve. Është shumë e drejtë. Merrni një masë urgjent, sepse ne jemi të varrosur. E kuptoj shumë mirë edhe po jemi urdhën tuaj, po do ndodhet kundërta. Piratët do dalin atje ku kanë vendet të stacionit që thoni juve, ne do ngelemi deri atje, shikojmë njëri tjetrin. Pyetja shumë e drejtë, edhe shqetësimi është shumë i drejtë, dhe unë mendoj po si ju që ne duhet të stacionojmë vendet të cilat i kemi detyrim ligjor në këtë transport dhe pastaj do të jetë puna e policisë bashkiake edhe në kujdesin tim të veçantë. Prap do të mblidhemi për ta diskutuar problemin, nëse këto probleme do të linin, unë do të jem shumë e hapur të komunikojmë përsëri. Se unë e di shqetësimet e taksive dhe ndaj të njëjtin opinion me ju. Nëse ne në Vlorë vemi në Tiranë dhe Tirana nuk na lejon taksit e Vlorës të hyjnë në Tiranë dhe ne t'i lejojmë, jo, nuk duhet edhe kjo. Edhe kjo do të në vëmendjen tonë. Jemi duke, domethënë, është fokus që ne të marrim një grup pune dhe për këtë të ndajmë një mendim me ekspertët se si do ta zgjidhim edhe operimin e këtyre taksive në qytet. Por unë mendoj që duke i grupuar edhe të gjitha vendqëndrimet atje do ta kemi shumë më të lehtë dhe për të parë edhe operatorët që do të operojnë. Dhe nuk është normale që unë të heq një furgon dhe të lë një furgon pirat atje, nuk ka se si të ndodhi. Ne duhet të shërbejmë komunitetit. Komuniteti nuk edhe do të jam për. Do të mbështesu me nuk edhe do të po patjetër me transport publik. Do të zgjas transportin publik atë. Jo, nuk është ju lutem, dëgjoj. Ndërkohë dhe parkimet janë në fokus të zhvillimeve për administratën e re të Bashkisë së Vlorës. Kryetaria Bruna Mersini njoftoi ndërtimin e 2 parkimeve të mëdha nën Toksor, në Skel dhe Lungomare. Gjithashtu ndërtimin e parkimeve që do të menaxhohen nga bashkia brenda bllokeve të banimit, ndërsa parkimi publik pranë stadiumit do të jetë me pagesë. Kështu, riorganizimi urban për Bashkinë e Vlorës vjen kështu me risi dhe ndryshime nga administrata e re e Bashkisë Vlorës për vitin 2026. Janë 2 projekte të mëdha. Është projekti që i ka bërë fondi shqiptar zhvillimi në vëmendjen e kryeministrit Rama, është projekti që do të jetë projekti nëndeshëm tek zona e Skelës, edhe një projekt tjetër i Lungomares në fillimin e Lungomares dhe edhe këto parkime shumë kaq nënde. Ndërkohë, ne jemi duke punuar me një projekt të gjitha ku ka aksese, le të themi zona pas stadiumit që është shesh shumë i madh, apo disa sheshe të tjera, po i shikojmë, do t'i fusim prapë në paketin fiskal, do kalojmë parkime me pagesë, edhe sepse projekti i parkimeve ka qenë shumë rrugë të qytetit të fillojnë me pagesë, por ne jemi duke menduar që ky projekt mos të bëhet menjëherë, në gjithë rrugët e qytetit ketë pagesë, por do të vendosim prioritete pra zona të cilat janë të mundura të fillojnë me pagesë dhe pastaj rrugët që janë më të përdorshme të fillojmë në një fazë të dytë edhe këto parkimet me pagesë.